Që sa herë që Elvana ka qenë për tokë ashtu dhe ka dashur me u dorëzu për gjithçka, babi ka qenë ai që është ardhur më ka kap edhe më ka thënë ti mundesh, ti duhet t'ja dalësh. Trungu kryesor i gjitha sukseseve të mia në këtë rast, po flas personalisht, është pikërisht mbështetja e madhe që e kam pasur e prindërve. Shkollimin e kam dashur shumë. Bile një ditë tu diskutu me Nipin, me Lisin, sa ishte në pushim, thash, les tash unë gjithmonë kom qajt kur kemi pas pushime dimrore, sidomos se kur u shtyke fillimi i vitit shkollor, se gjithmonë kom dashur të shkoj në shkollë. Domethënë shkolla për mua ka qenë primare, mësimet, arritjet në karrierë, krejt të tjerat kanë qenë dytësore, përkundër faktit që paralel me situatën unë jam përballë edhe me vështirësi shëndetësore. Tash imagjinoje, sot fëmijët e sodit i kanë krejt kushtet e mundshme dhe pritojnë me shku në shkollë, unë kam qenë e kundërta. Gjithmonë kam pas dëshirë me qenë në shkollës, me qenë rrethuar me njerëz, me shoqni, tipi shoqërueshëm edhe gjithmonë kam qesh shumë. Domethënë kam mjaftuar një situatë krejt e vogël, një budallaki krejt e vogël, Elvana me fillu me qesh dhe mos me ditë mund dal. Kështu që ajo më ka përcjell edhe në vazhdimin e rritjes pastaj. A ke shumë pjesë kështu të fëmijërisë që i bardh diçysh edhe sot me veten, rrethohen atë mënyra që veç është rrit Elvana, apo du me ditë edhe raportin me prindërit, a kanë qenë shumë çka ke pas, shumë ka qenë shumë i fortë, po, prej fillimit edhe vazhdon të jetë i tillë. Unë kam qenë shumë e lidhur prej fëmijë, prej bebeve me ta. Me të dytë pa diskutim nuk i ndaj. Babin e përmendi gjithmonë që ka qenë një tip që më ka kuptu ndoshta më ndryshe se këtë pjesa tjetër e familjes, po sa i përket prindërve me të dytë jam e lidhur, secili e ka atë kontributin e vet të veçantë në formimin tim, të karakterit, personalitetit, po këtu nuk hyn vetëm prindërit, janë edhe dy motrat që i kam edhe vllau, me cilin po ashtu jam shumë e lidhur, tash e dini ai më përcjell pothuajse gjatë gjithë kohës, edhe në punën time, edhe në gjithçka, kështu që lidhja me familjen të bën ajo që je sot. Mendoj që trungu kryesor i gjitha sukseseve të mia në këtë rast, po flas personalisht, është pikërisht mbështetja e madhe që e kam pasur e prindërve edhe e familjes, po këtu e ka një rol shumë të veçantë edhe shoqëria. Unë i kam paralel, nuk i ndaj shoqërinë prej familjes, sepse edhe ata e kanë një rol shumë të veçantë tek Elvana dhe unë nuk funksionoj dot pa shoqëri, është absurde për mua. Kështu që sado që jam e zën, kudo që jam në fund të botës, ato shoqet që i kam me u dëgju me tu në baza ditore, gjithmonë kemi me gjetë kohë me u dëgju dhe kështu kam funksionu prej fëmijë dhe sot edhe besoj që do të vazhdoj të funksionoj se njeriu vjen pastaj në një moshë nuk ndron më, domethënë është ajo që është formuar dhe ashtu vazhdon, kështu që do të apeloja që secili t'ia di vlerën shoqënisë sepse është shumë e rëndësishme, po aq sa është e rëndësishme edhe familja. Është mesazh shumë i fuqishëm edhe tepër mirë koncepti familje, po është gjithçka, realisht është gjithçka, edhe që tash më bote sinqert, jo secili ndoshta kemi pas fat, sepse dinsh plot herë mos më pas mbështetje fëmijët nga prindërit. Po, është e vërtetë, sidomos me plot raste që dëgjojmë, sidomos me sfida shëndetësore me cilat unë jam përballë, është e vërtetë që jo të gjithë fëmijët kanë pasur mbështetjen që kanë pasur ose që e kam edhe sot në këto ditë. Kështu që prandaj unë gjithmonë kam apeluar që të mbështetet secili fëmijë, secili njeri që mund të ketë çfarëdo lloj vështirësie shëndetësore. Ndoshta kur s'ke besu Elvana në veten, ke pas ata që kanë besuar në ty. Absolutisht, po pikërisht ka qenë babi ai, siç e thash, edhe nana, po sidomos babi ka qenë shumë këmbgulës në rastin tim, që sa herë që Elvana ka qenë për tokë ashtu dhe ka dashur me u dorëzu për gjithçka, babi ka qenë ai që është ardhur më ka kap edhe më ka thënë ti mundesh, ti duhet t'ja dalësh, babi është me ty, nana është me ty, motrat janë me ty, kështu që prandaj po them është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pa mbështetjen e familjes është vështirë që mund t'ja dalësh. Dhe kushdo që thotë që gjanat i ka arrit vetë në jetë, okay, ne arrim disa gjana vetë, po është gabim, asgjë nuk mundesh me arrit vetë në jetë sot, pa e pas të paktën një person afër vetës, një shok, një shoqe, një mik, një bashkëpunëtor, çkado, sepse duhet, domethënë bashkëpunimi mes dy e më shumë personave është jashtëzakonshëm, kështu që ne ndoshta kemi pas vizionin ton personal, unë kam pas vizionin tim personal, çka du me arrit në jetë. Ke qenë e qartë në atë çka e qartë në atë çka dua, po pa mbështetjen e njerëzve përreth e ketë pamundur. Kështu që prandaj po them duhet t'ia dim vlerën edhe familjes, edhe shoqërisë, secilit bashkëpunëtor që është me ne.